Të dielën në 9:30, Naim Urseli do të dalë para gjykatës për të mësuar masën e sigurisë, pas dyshimeve që ka porositur ekzekutimin e bashkëshortes së tij, Liridona, kundrejt pagesës, referuar burimeve të policisë. Mediat vendase raportojnë se bashkëshorti i viktimës ka pranuar parahetuesve gjatë marrjes në pyetje se ka porositur ai vrasjen e Liridonës. Dyshimet mbi Naim Urselin erdhën pas dëshmisë së autorit, Granit Plava. Ky i fundit pas arrestimit ka treguar se ka marrë një shumë parash nga Urseli për vrasjen e bashkëshortes së tij. Në total do të merrte një shumë prej 30.000 eurosh, 15.000 para ekzekutimit, ndërsa pjesa tjetër pas përfundimit. Në prang është vendosur dhe kushtrim kokalla, nipi i Urselit, pjesëtar i forcës së sigurisë së Kosovës, i dyshuar si bashkëpunëtor në vrasje. Policia e Kosovës ka njoftuar se për krimin është konfiskuar një pistolet me 19 fishek dhe një makinë, gjatë bastisjes në 2 lokacione që dyshohet se janë përdorur për vrasjen. Ekzekutimi i Liridona Urselit ka tronditur mbar opinionin publik dhe jo vetëm. Reagimet e ashpra pati dhe nga politika e vendit. Presidenti Osmani e cilësoi ngjarjen si një krim monstruos, teksa kërkon dënimin maksimal për autorët. Ky krim i tmerrshëm kërkon veprim të shpejtë dhe vendimtar për të siguruar që drejtësia të mbizotrojë dhe që autorët të marrin dënimin, i cili pasqyron peshën e kësaj vepre makabre penale, shkroi Osmani në rrjetet sociale. 30 vjeçaria Liridona Urseli u vra mbrëmjen e 29 nëntorit në Prishtinë, në makinën e saj, ku ndodhej bashkë me fëmijët dhe bashkëshortin. Ky i fundit fillimisht është përpjekur ta fshehë krimin, duke thënë se ata kishin rënë pre e grabitësve.